Një arush prej pelushi ka bërë më shumë zhurmë se vetë debatet në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Boli, dhurata simbolike e Mateos për Brikenën u kthye papritur në protagonist, pasi Uela hodhi 2 herë në pishinë gjatë një momenti tensionin e lojë. Një gjest që brenda shtëpisë u pasi provokim, por jashtë saj prodhoi një efekt tjetër. Në vend të përplasjeve, situata duket se ka afruar familjet. Profili zyrtar i Mateos publikoi një postim dedikuar Bolit, ndërsa reagimi i parë erdhi pikërisht nga familja e Brikenës që menaxhon Instagramin e saj. Një zemër në komente mjaftoi për të ndëzuar ludimet për një raport të mirë mes tyre. Biseda virtuale mori dhe më shumë vëmendje kur në komente u përfshi motra e Mateos, Casey. Me humor ajo shkroi: "Mraf pika e hallës për ty", duke u drejtuar Arushit. Përgjigja nga llogaria e Brikenës erdhi po në të njëjtën frym. Lum Boli për hallën. Nga një incident në pishinë tek batutat me emoji në rrjetet sociale, duket se Boli ka arritur të krijojë atë që shpesh loja nuk e bën, të krijojë ura komunikimi jashtë shtëpisë të famshme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.